Po, atër duke marrë parasysh se gjatë gjithë ditës ka patur informacione sporadike dhe kemi patur 2 herë radhazi rritjen e shifrës personave që kanë humbur jetën, nuk është e çuditshme që të kemi edhe një informacion të tretë, ndoshta për një numër tjetër për bilancin. Mirë, po deri në këtë moment nuk ka ndonjë indikacion, të paktën nga Ministria e Brendshme ose Prokuroria që kjo shifër mund të ndryshojë, mirë po për shkak se hetimi në tërësi ende nuk ka mbaruar dhe nuk kemi një konkluzion ende të qartë nga të gjithë institucionet së bashku, domethënë nuk është se mund ta bëjmë një konstatim duke marrë parasysh informacionet zyrtare. Ajo që di, nga ajo që jam për momentin këtu, është se në stacionin policor të Karposhit, që është në qytetin e Shkupit, për momentin po merret në pyetje apo në një bisedë informative ish ministri i ekonomisë Kreshtik Bekteshi, i cili ka qenë një kuadër i Bashkimit Demokratik për Integrim, partia në pushtet, partia shqiptare në pushtet të kaluar, dhe ai po merret në pyetje për shkak të licencës për punë që i është dhënë objektit apo diskotekës në të cilën kanë humbur jetën të paktën 59 persona, që është konstatuar nga kryeministri Christian Mickoski se bëhet fjalë për një licencë falso, e cila është dhënë madje edhe për një kategori tjetër objektesh për kabare, dhe po ashtu ka qenë falso. Domethënë 2 elemente të cilat i ka zbuluar kryeministri Mickoski sot në një konferencë për media, dhe për këtë shkak edhe po kërkohet përgjegjësi nga të gjitha ata persona të cilët kanë qenë ose ende vazhdojnë të jenë zyrtar të rëndësishëm brenda, administrator të rëndësishëm brenda Ministrisë së Ekonomisë, duke filluar nga sekretari shtetëror, duke filluar nga administrator të eshaloneve të ndryshme, të cilët kanë lejuar që të kalojë një dokument i tillë i falsifikuar, por me vulën origjinale të Ministrisë së Ekonomisë. Pra, për të lejuar një objekt të tillë, të vazhdojë të punojë pa përmbushur standardet ligjore. Tani ende nuk e dim se çfarë në fakt është pyetur Bekteshi saktësisht, sepse ende po mbahet ai në stacion policor, ndërsa janë edhe afro 20 të tjerë të dyshuar, të cilët po ashtu janë arrestuar gjatë ditës së sotme, që janë në funksione të ndryshme, përfshirë organizuesit e ngjarjes apo edhe zyrtar të tjerë që lidhen me pronësinë e diskotekës, por edhe zyrtar që thash edhe nga Ministria e Ekonomisë, të cilët kanë lejuar licencën që të kalojë, domethënë pa u vërejtur. Ka shumë elemente që ende po vazhdojnë të hetohen, ndërsa nervozizmi i qytetarëve, i banorëve, i atyre të cilët ende nuk kanë një informacion për të dashurit e tyre vazhdon, por rritet. Kemi parë skena shumë trishtuese gjatë qëndrimit sotëm në Koçani, ku të dëshpëruar, shumica e prindërve, familjarëve të afërt nuk lejonin as nxjerrjen e trupave të dashurve të tyre për të dërguar tek mjekësia ligjore, sepse nuk dëshironin që të shpërfytyrohen trupat e familjarëve të tyre dhe kërkonin që t'u bëjnë një varrim të dinjitetshëm. Ndërsa, duke marrë parasysh se procedura ligjore është e tillë që do e mos duhet të bëhet në një ngjarje të tillë obduksioni për të marrë edhe përgjigje se çfarë në fakt e ka shkaktuar vdekjen e gjithë atyre persona, bie në konflikt ligji me emocionin në atë moment, dhe deri në një kohë të fundit nuk kishte marrëveshje mes policisë, personelit mjekësor dhe banorëve për të marrë trupat dhe për t'i dërguar tek mjekësia ligjore në Shkup. Po, domethënë deri në këtë moment ajo që dim është bilanci që ka konstatuar vetëm Ministria e Brendshme, prokuroria e cila ka marrë mostrat, por nuk ka nxjerrë një konkluz, dhe kemi shumë qytetarë të cilët ende janë gjitha spitaleve të Maqedonisë së Veriut dhe nëpër Koçan, Shtip dhe shumë qytete të tjera duke pritur në ankth një përgjigje, qoftë edhe për ata që kanë ndruar jetë, se çfarë do të ndodhë me trupat e tyre, qoftë edhe për ata që janë të gjallë, nëse do të ndryshojë gjendja e tyre shëndetësore. Kuptoj, Ferikan, do të mbetemi në kontakt deri në fund programit paktën për të mësuar nëse do të ketë diçka të re në Koreale. Unë besoj që edhe Gjensili është në lëvizje, edhe ti je aty stacionuar për çdo lajm të minutës fundit, por edhe nëse do të ketë ndonjë zhvillim tjetër nga ndonjë kënd tjetër i atij perimetri, le të themi, ku po zhvillohet e gjithë pas tragjedia e Koçanit, që deri tani ka 59 viktima zyrtarisht, por ky numër askush nuk e di nëse mund të rritet, duke marrë parasysh prindër të tjerë që kërkojnë fëmijët e tyre. Do të shkëputem nga Ferikani.